Belishova, një ndër fshatrat e Mallakastrës, e njohur për prodhimin e qershive, sot po përballet me prodhim shumë të pakët dhe qindra pemë të thara. Sipas banorëve, kushtet atmosferike kanë ndikuar ndjeshëm në rënien e prodhimit dhe shkatërrimin gradual të pemëve. Kjo vjen për shkak të kushteve klimatike, dhe sa vjen bëmë thatësirë. Se pema dojë rënja poshtë, ai që ka rënë poshtë. Nuk ka sipërfaqe. Dhe sa vjen gradualisht duke ardhur duke tharë. Ju vetë sa rënë qershi keni? Unë vetë kam qenë sa rënë, por ku i kam, se asa kanë ngjerë pak dhe rënë janë të vogla, kështu që. Sa rënë keni aktualisht që janë në gjendje të mirë, që kanë prodhim? Po s'kam prodhim se ata janë të vogla, sta. Nuk japin. Janë se zbej, as duar ka qeshi zvolën. As 50 kg qeshi si i bie. Vetëm por veten tuaj apo dhe i tregton? Po çfarë tregtojmë ku kemi ne tregti i bëjmë këto. Kështu që sa vjen. Ndërkohë kjo është një fenomen që ka ndodhur në të gjithë fshatin apo jo? Në gjithë fshatin. Bile është edhe pjesë e kasnisën, se ata kanë se po jo. Pjesë drenos. Ne komplet këto parë poshtë, komplet me qeshi komplet janë këto. Se s'duken ato. Asa komplet që plaja këtu ka qenë komplet me qeshi. Dhe gjitha është thara apo? Ka ngjerë një pakis kështu që tek tuk rradh. Fermerët pohojnë gjithashtu se përveç kushteve atmosferike, braktisja masive e fshatit ku nga 400 familje kanë mbetur 150, kanë ndikuar ndjeshëm në rënien e interesit për kultivimin e këtij fruti.